Tashmë që ligji për strukturën e posaçme që do të luftojë korrupsionin ka hyrë në fuqi, opozita gjykon se kjo strukturë duhet ketë në fokus edhe krimin elektoral. Kryetaria e Komisionit Integrimi, demokratja Majlinda Bregu, deklaron se një prokuror i posaçëm duhet të merret vetëm me financimin e fushatave elektorale, që përbën një prej problemeve më të mprekta në proceset zgjedhore. Një prokuror i veçantë emërohet pranë njësisë speciale të antikorrupsionit, sepse korrupsioni më i madh është korrupsioni që fillon me votën. Zyrtarisht, Partia Demokratike në platformën e saj ka kërkuar që Byroja Kombëtare e Hetimit të merret edhe me krimin zgjedhor, por Bregu ka dhënë një shembull se si e realizon këtë fqinjë ynë Mali i Zi. Partitë politike raportojnë për shpenzimet e fushatave të tyre çdo javë në periudhën e fushatës. Në momentin kur ka mos përputhje, bëhet auditimi i menjëhershëm nga një grup i ngritur nga KLSH-ja jon, pra nga kontrolli i lartë i shtetit, sido që quhet, i cili në bazë të kërkesës së prokurorit të prokurorit posaçëm që caktohet vetëm për zgjedhjen, e ndjek çështjen dhe e çon menjëherë në gjykat. Në momentin kur shumat janë më të mëdha dhe deri në fund të fushatës, ka vendime të cilat pastaj janë më të rënda. Para gjykatës çohet kryetari i partisë politike. A mendoni se çfarë do të ndodhte nëse kryetari i partisë politike të majorancës do të shkonte para gjyqit në Shqipëri për mashtrim elektoral? Nuk ka raport në botë ose BE, ODIHR apo vëzhgues ndërkombëtar që mund të legjitimojnë një palëzgjedhje. Kryetaria e Komisionit Integrimit vlerëson pozitivisht momentin kur Partia Demokratike kushtozoi reformën në drejtësi me reformën zgjedhore, pasi opozita e ka jetike këtë reformë. E sipas saj, PD nuk duhet të tërhiqet edhe pse ndryshimi i kodit elektoral është zvaritur për kaq shumë muaj, ndërsa për debatin më të fundit për sistemin zgjedhor, Bregu është pro ndryshimit të tij. Unë them që për këdoj që ka dëshirë të investojë në politikë dhe që është i interesuar ta përballë veten në gara reale, jo të fitojë në tavolinë, sigurisht që majoritari është një mundësi shumë e mirë. Ose e thënë ndryshe, personalizimi me individ, pra jo një listë e mbyllur ku të votohet vetëm për siglën e partisë. Bregu ndan një opinion të kundërt me Partinë Demokratike në lidhje me hapjen e negociatave për antarësim në BE, duke sjellë në vëmendje se në momentin e parë që PD kaloi në opozitë, premtoi se nuk do të sillej si kryesocialisti Rama e nuk do të pengonte integrimin. Bregu beson se përparimi në rrugën drejt BE-s është interesi më i mirë i qytetarëve shqiptar. Jo vetëm sot, por sigurisht derisa të mendoj dhe të besoj se politika me të vërtetë sjell ndryshime për mirë. Unë nuk do të kem asnjë qëndrim tjetër. Po, negociatat e antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian duhen çelur. Por lideri i opozitës Lulzim Basha ka bërë të qartë se për Partinë Demokratike nuk mund të hapen negociatat një vendi, qeveria e të cilit vjet zgjedhjet dhe ka mbushur vendin me drogë.